Mbrëmja e sejtës në Tetov u karakterizua nga ritmet orientale dhe tradita turke në kuadër të manifestimit kulturor Tetovan Fest 2026, ku organizua nata turke, një aktivitet që mblodhi qindra qytetarë dhe mysafir në një atmosferë festive. Me muzik, valle dhe kostume tradicionale, shoqata kulturo-artistike Jeni Hayat solli para publikut një program të pasur folklorik, duke prezantuar trashëgimin kulturore turke përmes interpretimeve autentike. Publiku i priti me duar trokiqe performansa që i dhan ngjyra dhe gjallëri sheshit të qytetit. Emocionet e veçanta sollën edhe vallet e Rumelisë, të cilët rikthyen kujtime dhe forcuan lidhjen kulturore mes traditës ballkanike dhe asaj turke. Tingujt karakteristik dhe interpretimet plot ndjenjë e shndruan mbrëmjen në një festë të vërtetë të kulturës dhe artit. Mbrëmja vazhdoi me mini koncertin e këngëtarit Kan Mazhar, i cili interpretoi këngë të njohura. Seviyorum merdanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Merdanesi, tanesi de seviyorum merdanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Ritmet energjike të grupit trio Darabuka krijuan një atmosferë të veçantë në sheshin e Tetovës, duke përfshirë edhe publikun në festë. Kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami, ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup Fati Ulusoj, ministri i Kulturës dhe Turizmit i Maqedonisë së Veriut Sedat Sulejmani, kryetari i Partisë Demokratike Turke Zylfikar Zeynullah, kryetari i Matjusitebit Tahsin Ibrahim, drejtori i Institutit Yunus Emre në Shkup Yunus Dilber, përfaqësuesi i shkollave ndërkombëtare Marif në Maqedoninë e Veriut Osman Demirgül, si dhe shumë të ftuar e dashamirës të muzikës, të cilat shijuan një program të larmishëm artistik. Nata turke ishte një tjetër aktivitet i suksesshëm në kuadër të Tetovan Fest 2026, manifestim që edhe këtë vit vazhdon të sjellë net tematike dhe ngjarje kulturore, duke e bërë Tetovën një qendër të artit, traditës dhe bashkëjetesës kulturore gjatë sezonit veror. Sikurse evenimentet tjera të verës tetovare, edhe nata turke u transmetua drejt për drejt në faqen zyrtare të Facebookut të televizionit Koha.